me ato konstatimet dhe unë thash ajo është kriminale. Por ti je politikan 35 vjeçar dhe unë 35 vjeçar në politikë. Tani, kam një lloj replike me ty. Okej, ke shumë drejt që ai vendosë ministrin vështirësi, por nuk është njeriu ai që ne duhet ta fusim në kuadrat, pra në target, ti ai target. E njëjta situatë ndodh edhe kur Partia Demokratike ishte në pushtet. Tani, orea, ka një ndryshim këtu se opozita thotë keni ju fajin. Kur vjen pastaj opozita në pushtet, i thot ajo që ishte në pushtet, që bëhet opozitë, thotë e keni ju fajin. Tani, këtu ka një problem edhe politik, nuk është vetëm problemi teknik. Dhe te problemi teknik, unë kam nxjerr një shifër, kanë qenë 52 institutet posaçme deri në vitin 90. Nuk ka lidhje fare me nostalgjinë e komunizmit këtu, sepse ata ishin prindrit tanë, baballarët, nënat tona që ishin dhe krijoi një traditë Shqipëria të këtyre jo thjesht ekspert, po ata ishin shkencëtar dhe ishin institucione dhe institute që merreshin me studime për të parandaluar atë që ne i thamë dhe ministrit, po që këtu nuk parandalohet dhe këtu nuk merren masa përpara se të ndodh fatkeqësia. Unë po i lexoj vetëm 12 institute, se institute shpejt, që nga shumta. Do mundohem sa më shpejt sepse të kuptoj shumë mirë. Instituti Energjetikës, Instituti Hidrometeorologjik, Instituti Kërkimeve Bujqësore, Instituti Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike të Naftës dhe Gazit, Instituti Studimeve dhe Projektimeve Mekanike, Instituti Studimeve dhe Projektimeve Teknologjike të Mineraleve, Instituti Studimeve dhe Projektimeve Teknologjike të Naftës dhe Gazit, Instituti Studimeve dhe Projektimeve të Gjeologjisë, Instituti Studimeve dhe Projektimeve të Hidrocentraleve, Instituti Studimeve dhe Projektimeve të Urbanistikës dhe Arkitekturës, Instituti Studimeve dhe Projektimeve të Veprave të Kullimit të Ujitjes, Instituti Studimeve të Tokave. Po ti kishim këto 12, tani ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Nuk i kemi më ne këto. Zotit, ne s'kemi asnjë nga këto. I kemi hequr. Mos janë krijuar institutet tjera. Jo, por nuk ka. Ose janë shkrirë në ministrinë. Ti je politik, di gjë parlamenti që kemi në institute nga këto. Mos janë shkrirë në drejtorinë e ministrisë. Nuk ka instituti i studimit të projektimeve të veprave të kullimit të ujitjes. Do na zgjidhni këto. Po bëjmë hidrovorin e bombën e javës, se kupton apo me projektin e gatshëm. Po ti ishte Erla, Instituti i studimit të projektimit të veprave të kullimit të ujitjes, ajo që thot ai nëse është vërtet, kishte një përndodhte. Pikërisht kjo. Këtu ndalolan. Dhe prandaj po them që është përgjegjësi. Se bëjnë kompanitë private këto projektime. Se duhet bëjnë politik. Është përgjegjësi penale. Sepse ne po arrestojmë dhe po fusim burg një njeri që ka vjedhur korrent dhe ku bie që ka dhënë energji elektrike dhe nuk marrin masa ndaj këtyre që do t'i quajë kriminala që po shkatërrojnë qytetet. Sepse është e pafalshme faqet ndërpreva që të marrë dhe të ndryshosh. Okej, dhe një gjë të vogël, Erla, për ta mbyllur. Në atë kohë kishte përmbytje. Kishte lërë këto, jo, në kohën e Enver Hoxhës kishte përmbytje që çka të. Po shikoj çka ka ndodhur në vitin 1982. U përmbyt Lezhë, një pjesë e Lezhës, dhe nga 5 pompa që kishte hidrovori atje funksiononin 2. U arrestua drejtori i Usjellsit. Në 82-shin? Në 82-shin dhe kush arrestoi? Kush arrestoi? Po të 82-shin ishte Enver Hoxha gjallë. Nuk arrestonte Enver Hoxha, jo. E arrestonte prokuroria atë. Pritani. Ai që zëndsoi, me bukra jo, ai që u arrestua. Shkonte çdo një javë te hidrovori, shikonte, nëse kishte në re, shkonte atje dhe thoshte, "Ore, jemi nga dishmërinë e vet, se ditë do futesh në burg, po këtu nuk çan kokën njeri mo. Këtu shikon çfarë pamje shih ti. A ka ndonjëri, ai vjen, a ka ndonjëri në përgjegjësi që thotë, "Ore, si jam unë drejtor i një ndërmarrje apo kryetar bashkie apo, ore, a kanë këta njerëz një lloj sensi kështu, por vjen gjyna për atë që ka ndodhur atje, se vetëm vit, shiko. Si mund të ri? Se natyrës ne s'kemi çfarë të bëjmë, Zotit. Okej, po jo kanaleve aty të bllokuara. Kështu që ai model, domethënë që fut drejtorin burg dhe nën drejtori pastaj ai që zëndsoi, jo nën drejtori, ai që zëndsoi, shkonte çdo një javë, shkonte re lart, vitë me radhë të hidrovorit. Me burgas korrupsionis po e Një problem me që jemi te Durrësi, që në vitin 2000 Durrësi qeveriset nga e majta. Kryetarët e bashkive të gjithë në Durrës kanë qenë majtas. Tani, këtu duhet dalin dhe të na japin llogari se sa kanale kanë la këta për këtë ditë që jemi këtu sot. Ne kemi sot i ministër bujqësie që mori postin e ministrit bujqësisë se kishte shpla 5 kanale në Cerrik. Ky ishte rekordi i ministrit. Në rast se këta nuk dalin dhe të marrin masat që në verë për këtë ditë, pra që të vazhdojnë punimet se ashtu u bonte në atë kohë, se unë se kam qef atë kohë, po ashtu u bonte. Pra që në muin maj,
në qershor, në korrik dhe në gush shplaheshin kanalet, bëhesh e gati që sot mos kishin përmbytje. Këtu janë gjithë papërgjeshëm, nuk kanë shplah asnjë kanal në të gjithë bashkitë respektive, dhe 61 bashkitë i kanë marrë, dhe ja ku jemi në këtë lloj gjendje tani. Dhe në rast se do vazhdojnë shirat kështu, ne do kemi përmbytje katastrofike, mbesoni për këtë pjesë, sepse i kanë pa vetë në terren dhe e di se çfarë po ndodh në për zonat caktuara. Problemi është i të smurve, se shikoj kryeministrin tani i cili duhet ishte në ballë të operacionit. Ja, atje do shkojmë tek statuset e kryeministrit. Problemi se nuk zgjidhet me statuse kjo. Kjo ai duhet jetë në terren atje te njerëzit. Dhe shkoj se duhet në Paris. Ka përmbytje në Paris.